Çoroditja politike nuk po vihet re vetëm tek opozita e Sali Berishës, ku largimet dhe fragmentimi janë bërë të përditshme. Një situatë traumë dhe frustrimi po ndjehet fort edhe brenda Partisë Socialiste. Kjo gjendje shfaqet jo vetëm në bazën e socialistëve, ku mbretëron kaosi, por edhe në strukturat e larta të partisë. Grupi parlamentar socialist nuk është mbledhur asnjëherë që nga konstituimi i kuvendit të ri. Edi Rama ka bojkotuar mbledhjet e fillim javës, ndërsa Tauland Balla nuk ka arritur të mbledh deputetët në një takim të vetëm. Në komisionet parlamentare po jepen sinjale të qarta të një pakënaqësie të brendshme. Erion Braçe godet ministrin e ri bujqësisë dhe përmes tij qeverin. Fatmir Xhafa ironizon drejtoreshën e re të RTS Seni Vasilin, emëruar nga rrethi i ngushtë i kryeministrit, ndërsa në korridore vërhen shpoti, përplasje dhe mërzi. Këto tensione kanë shpërthyer edhe në rrjetet sociale. Ish deputeti Piro Lutaj shënjestroi hapur Erion Braçën, pas daljeve kritike të këtij të fundit në Komisionin e Ekonomisë kundër ministrit bujqësisë, fillimisht me ironi. Aman emërojeni një herë ministër të bujqësisë këtë specialisten, Kastraveco Patllixhanist, se na hapi barkun, por më pas me një goditje më të drejtë për drejtë që Braçe e lexoi si sulm të porositur nga lart. Po ishte zëvendës kryeministër vlla, shkëlqeu me kasketën në kokë kur kontrollonte mungesat e vonesat në dogana dhe tatima. Erion Braçe reagoi ashpër duke e cilësuar ish kolegun e tij ignorant dhe batakçi, duke mbyllur me një mesazh që nuk kupton pakënaqësi të thellë edhe ndaj drejtimit të partisë. Barku i këtyre vërtet është i fryrë, por nuk e hap dot kush nga era e ndyrë që vjen nga lart. Ndërkohë në bazë situata është edhe më kaotike, sidomos në Tiranë, ku strukturat janë të çorientuara dhe përplasjet janë të hapura. Socialistët e vjetër akuzojnë kryepleqtë e periferive të sjellë nga Berisha te PS për abuzime me prona. Këta individ përjashtuar dikur nga Erion Velia u riaktivizuan nga Blendi Gonxha më 11 maj duke prodhuar revolt të hapur. Në Vlorë braktisja e votimit të zgjedhjeve të pjesshme nuk ishte me neferegizëm, por një bojkot i qëllimshëm i strukturave ndaj qendrës, prandaj vet Ramës. Grupi politik që graviton rreth Gramoz Rruçit është përhapur në përbazë me idenë se i gjati po e lë Vlorën në dorë të PD-s. Termometrat e brendshëm të PS-s janë ngritur, qetësia që Rama kërkon të projektojë nuk përputhet me realitetin. Partia Socialiste po përjeton një tension të akumuluar që po shpërthen në të gjitha nivelet nga kuvendi në bazë nga komisionet në rrjetet sociale.